Shtrati i vetmis, është shtrati i vetmis i kujt? I joti, Vanessa Sonos apo Irkenc Hykës? Me thënë drejtën, se tash edhe për Vanesën folëm, për Irkencin është i sistemu më shumë rregull, s'ka ne hall. Atëherë si joti. Publikisht. E njëjta gjë vlen edhe për mua, nuk është e kam ne hall shpirtëror. Shtrati i vetmis është një këngë që po them që nga krijimet që un kam pas, që kam lançuar deri sot, është unë e vendosë ato më të mira. Mendoj që është një material i kuruar, është një material i realizuar mirë, me tekst mirë, me muzikë të këndshme. Më vjen shumë keq që po publiku ankohet kur nuk ka muzikë të mirë dhe po publiku na gjykon pastaj kur kërcet qypi, se e shohim që këto këngët e mira, jo se janë të mira ato me qyp, po këto këngët e mira nuk kanë të njëjtën ecuri. Në fund ditës ne kemi biznes këtë, sado që un kam pasion, po un jetoj me këtë gjë. Edhe normalisht e dua atë feedbackun që mendoj. Por Shtrati i vetmis është një këngë e bërë me shumë dashuri nga Irkenci. Edhe kam qenë shumë falenderues me thënë nuk më ka dhënë, edhe ka qenë shumë insistues që nxirre. Edhe në fund i erdhi dita, jam shumë i lumtur për këtë projekt, por nuk është personal.